Ja ku takojmë sërish së bashku miq të dashur në pjesën e tretë dhe të fundit të Vilës për ditën e sotme. Në fakt, kësaj hapësire ja kemi lënë një temë shumë të lezetshme, shumë interesante, sepse bëhet fjalë për kulturën e çajit në Shqipëri. Sa kulturë çaji në fakt, ju shihni në ekran edhe një mori çajrash nga të gjitha vendet e botës, janë të shumta në fakt llojet e çajrave që ne nuk i njohim, nuk i përdorim, nuk e kemi kulturën e dur ashtu sikur mund ta kemi me kafen, por ndryshe bëhet fjalë për kulturën e çajit. Adhuruese e çajit, biznesmen e çajit, si mund ta quaj ndryshe, njohëse shumë e mirë e llojeve të ndryshme të çajrave që i sjellim nga vende të ndryshme të botës, është zonja Milreda Boletini, që është së bashkuar në këtë bisedë. Përshëndetje, faleminderit që erdhët. Faleminderit juve. Dhe ju falenderoj në mënyrë të veçantë për bukurinë që i keni dhënë studios tonë, duke na sjellë lloje të ndryshme çajrash, për të cilat ne do flasim, kanë aromë fantastike. Edhe sigurisht që kanë vlera të pakrahasueshme. Kjo është më e rëndësishmja, pra që përveç se aromës edhe mënyrës së kohës që ne kalojmë, ato kanë edhe vlera të pakrahasueshme për shëndetin tonë. Është e vërtetë. Do doja ta nisja me ju, sa e njohim ne shqiptarët, le të themi këtë kulturë, domethënë sa e kemi përqafuar ndryshe nga vende të ndryshme europiane e mëgjër botërore. Okej. Unë do thoja që çaji është një kulturë shekullore, do të thënë e gjithë botës, mbar botën. Çdo shtet, çdo vend, çdo kontinent ka kulturën e vet të çajit, ka traditën e vet, dhe gjëja e bukur që unë ju futa kësaj fushe për çajin ishte pikërisht kjo gjë, kurreshtja që ishte mbas këtyre gjetheve, farave, luleve, për të njohur një botë të re dhe një traditë të re dhe një kulturë të re. Në Shqipëri kemi çajrat tonë që kemi shumë të mirë, shumë të dobishëm, çajin e Malit Jugut, të Veriut që është shumë i mirë gjithashtu, Sherebelën etj që njohim. Këtu unë kam sjellë një panel me çajra që vijnë nga gjithë bota, pak a shumë, sepse në botë ka akoma më shumë çajra, më pyesin njerëzit për produkte të tjera që nuk i njoh me thënë drejtën, por kemi një sasi goxha të konsiderueshme çajrash, që kanë benefice të jashtëzakonshme, dobi të jashtëzakonshme për organizmin. Dhe janë një përzierje ngjyrash, por të paktën janë çajra, le themi nga çdo, është ajo motoja apo ai slogani që çdo bim, çdo lule mund të pihet, mund të bëhet çaj. Është e vërtetë. Po t'ja dim vlerën kurative, njerëzit janë sensibilizuar dhe një standard njerëzish që kanë jetuar jashtë, e kanë një kulturë që e konsumojnë, e përdorin edhe e kërkojnë. Sa që kur vinë në dyqan edhe shohin, thotë sa mirë kanë ardhur çajra në Shqipëri, një mrekulli dhe nuk ndahen më, ato që e njohin sigurisht. Po ato që nuk e njohin, përmet informacionit, kanë marrë informacionin e duhur dhe janë bërë dhe ato pothuajse dependent të çajit për t'i marrë. Është një lloj trendi, le të themi, të shkojmë të pimë një çaj, sepse ka qenë deri para shumë kohë, deri kohët e fundit të pimë një kafe. Pas kafes jemi më shumë të dhënë sesa pas çajit. Është e vërtetë. Kafja është një gjë e përditshme e pa ndashme jona që e kemi për herë edhe është. Ndërsa çaji është diçka më sociale, sepse kur pin çaj nuk e mbetet kurrë vetëm. Gjithmonë do jesh në shoqëri të mirë, rituali i çajit është shumë i bukur, është shumë relaksues. Mënyra e përdorimit, e servirjes, muhabeti që bëhet, çaji pihet një kohë pak më të gjatë se një kafe, edhe gjithmonë ideja kur pihet një çaj është shumë më e këndshme se sa e kafes. Përveç vlerave që merr duke pirë çajin. Përpara se të kalojmë tek vlerat që ne marrim përmes pafundësisht të çajrave që duhet i njohim në fakt, sepse na bëjnë mirë për organizmin, të konsumohen kryesisht pas dite, para dite, kur është koha më e mirë për ta konsumuar? Çajrat konsumohen gjatë gjithë ditës. Është një mrekulli ta nisësh ditën me një çaj. Domethënë beneficet që japim organizmit, dobit që japim trupit tonë duke pirë çaj janë të paimagjinueshme. Vetëm duke i ditë këto të dhëna dhe këto gjëra është jashtëzakonshme. Unë konsumoj shumë çaj, duke u marrë me këto punë, dal nga dalë në fillim jo, më shumë i përvoja për kurreshtje, por që duke ditë beneficet, duke i studiuar. Çfarë ke ndryshuar në organizëm? Realisht, 2 ditë që mund mos marr çaj, që nuk jam në Shqipëri, që dal jashtë dhe më mungojnë çajrat e mi. Është një lloj varësie. Dhe ndihem krenare për produktet sepse janë vërtet të shkëlqyera. Domethënë, këtë gjë e them me pastërti që vërtet janë produkte të shkëlqyera. Megjithatë, Milreda ka disa sekrete në fakt, edhe në përgatitjen e çajit. Ju po më thonit pak më parë që ky është për shembull termometri i duhur me të cilin ne do të llogarisim temperaturën e Atëherë, termometri bëhet fjalë për çajin e bardhë, çajin jeshil, çajin e zi. Pak informacion për këto çajra. Atëherë, ky është një çaj i bardhë. Dua të them që çaji i bardhë, i zi dhe jeshil kanë një bim që quhet Camellia sinensis. Nga kjo bim villet, themi.
por mënyra e kultivimit, vendi ku kultivohet, mënyra se si fermentohet, si prodhohet, merr emra të ndryshëm të vendeve të zonës, për shkakun që është Kina, është India, Japonia mban vendin e parë në botë për prodhimin e çajrave special edhe të kualitetit më të lartë, të kualitetit më të mirë, cilësia më e mirë është e Japonisë pa diskutim. Çaji i bardhë është më i shtrenjti në botë, sepse çaji i bardhë vilet syth, nuk është që gjetja rritet edhe zhvillohet. Do me thënë, sa po qel gjetja në kohën e pranverës, të themi, bile sa ato i ndajnë edhe me standarte që gjetja parë, gjetja dytë, ose vjelja parë, vjelja dytë, çaji i bardhë vilet në gjetjen që është akoma sa po qelur dhe presupozohet që ka vetit më të mrekullueshme që përmban çaji i Bimus camellia sinensis, që do të thotë është antioksidant i jashtëzakonshëm për organizmin. Kur flasim për çajrat në përgjithësi, përveç çajit bardhë, jeshil dhe zi, po edhe për të tjerët, kur lexon, kur studion beneficet që ka, të duket sikur përsëritet e njëjta gjë, që janë antioksidues, që bëjnë mirë për zemrën, që pastrojnë gjakun, shpejtojnë metabolizmin dhe vërtet këto janë specifika që i kanë të gjithë llojet e çajrave. Pastaj disa lloj çajrash kanë specifika të tjera pak më shumë, diçka më tepër ose diçka më pak nga e përgjithshmja e çajrave. Atëherë ky ishte çaji i bardhë që është më i miri në botë, që presupozohet që ka antioksiduesët më të mirë, që ka kafeinën më të lehtë, nuk ka shumë kafeinë në krahasim me çajin e zi dhe çajin e jeshil, dhe është domethënë një çaj sallonesh që e pinë njerëzit që e kanë kulturën e çajit. Po, çaj elitash që nuk mund të përdoren nga të gjithë. Ai donte edhe termometrin në përgatitje si atëherë, si rregull është që çaji i bardhë, jeshil dhe i zi duan 3 minuta në temperaturën 60-70 gradë. I bardhi dhe jeshili më shumë. Uji gjithmonë si rregull duhet të zihet përpara, të vlojë 100 gradë dhe pastaj e lëm të ftohet deri në masën e duhur dhe vendosim masën e çajit për ta konsumuar që lëm 3 minuta. Në 3 minuta ka një masë të caktuar apo atëherë, kjo është specifike sipas kulturës të secilit, sipas preferencës, sipas forcisë që do, sepse sa më shumë çaj hidhet, çaji bëhet më i fortë, sa më pak bëhet më delikat. Domethënë, zakonisht është një lugë që unë se mora sot, në fakt, që është perfect cup of tea, po që është një masë një lugë çaji, dhe ajo përdoret për një çaj, për një përdorim. Pastaj dikush e do më të fortë, mund ta bëj pa. Unë kam qejf të fortë dhe e bëj të fortë. Unë e bëj me dy, sidomos të ziun, early grey. Cilin çaj? Atëherë, zbulimi i fundit, zbulimi i fundit është matcha, që unë kam filluar ta konsumoj. Jo, matcha është çaj japonez. Është japonis dhe prodhohet nga një elitë kultivuesish çaji në Japoni. Do të kemi disa foto të matchas, po. Matcha është presupozohet ushqimi më i rrallë, më i çmuar dhe më i shëndetshëm në botë tani për tani. Atëherë, kjo është gjethja e çajit jeshil bio, që rritet në hije. Shikoni se si është? Është si një pluhur kakaoje. Po, çfarë arome ka? Aroma nuk e ka të këndshme, edhe në shije nuk është shumë e këndshme, është si spinaqi bluar, si nuk e di. Jo, nuk është e pakëndshme, është. Domethënë unë kam përderisa do ta pim në fund. Po, kjo është ime që përdoru në shtëpi, që kam filluar ta pi këto kohë. Dhe sinqerisht, ka veti të jashtëzakonshme që ti ndjehesh shumë mirë në momentin që e pin. Ka veti antioksiduese, që duke krahasuar me çajin jeshil, presupozohet bio njëkohësisht, është çaj bio. Presupozohet të ketë veti antioksiduese 137 herë më shumë. Ose krahasuar me çajin jeshil të thjeshtë, bio njëkohësisht, sepse kjo është vetë gjetja e bluar në mulli graniti dhe përfitohet ky plur. Domethënë nuk zihet vetëm çaji që pin lëngun, po ti e konsumon të tërë çajin jeshil të bluar si plur. Është ajo luga masa. Ka ajo luga e drurit që kemi parë? Po. Të them pak për vetit e kësaj se çfarë bën. Meqense është kaq e rëndësishme si. Duke qenë me veti kaq të lartë antioksiduese, Brina Bomba e krahason me krahasim me shegën, që thotë shega ka 103 njësi antioksiduese, ndërsa matcha ka 1381 njësi antioksiduese. Domethënë është një vlerë goxha e madhe. Të jep një lloj energjie shumë të mirë, të fortë, të jep një energji të mbrëmshme, të cilën ti e ndjen vetë, kur e merr, kur e konsumon, e kupton që je e freskët në tru, ka një përqendrim më të fortë të momentit që duke bërë punë, të stimulon po në mënyrën e mirë, jo në mënyrën e keqe, që të shëtoj zemrën, të shkaktoj ritmin të zemrës të lartë, apo të japi acarim, siç mund të japi kafja, çaji që ka kafeinë më të lartë. Atëherë, duke pas katekinën, ka përmbajtje katekine, lufton qelizat tumorale jashtëzakonisht shumë. Ndërkohë, më fal që po ndërpres, në ekran ne shohim dhe mënyrën e përgatitjes së këtij çaji. Atëherë, matcha, shikon, kjo është luga e matchës dhe po ta krahasosh me një lugë normale, kjo është sa bishti i një luge normale të tonën.
Do me thënë, ajo sita shërben për ta tretur mirë plurin, se po ta jedhësh ato plurin direkt në ujë, ajo rrit topa dhe nuk hollohet mirë, ndërsa aty tretet shumë mirë, është komode. Vlerat tjera ka përmbajtje të vitaminave, të mineraleve që ndihmojnë organizmin. Kjo është dhe një lugë. Po, ja ku është. Për përgatitjen e maçës, po është luga normale, sipër është luga e maçës, do më thënë që bie zakonisht jetë 1 gram. 1 gram çaj në përgatitjen e një çaji. Unë personalisht e konsumoj të përzier me lëngun e bronisës së shtrydhur, sepse nuk më pëlqen shija, edhe ashtu e humbet dhe them që ka super dobi, duke e përzier edhe me këtë. Po, i kombinon të dyja. Po. Edhe vlerat e e quajnë ilaçi antiimplakje. Do me thënë, moment që ti merr këtë, vjen energji të jashtëzakonshme. Studiusit kanë parë kohët e fundit që lufton edhe qelizat HIV, personat që janë me sëmundjet HIV, AIDS, parandalon qelizat që ta marrin këtë lloj sëmundje. Do me thënë, ka benefice të jashtëzakonshme. Edhe pse nuk njihen kaq shumë, ndoshta do të jetë një trend për shumë vite më pas për t'i njohur, sepse këtu le të themi ka një tryezë me çajra që vjen nga mbar bota, apo jo? Bëhet fjalë për vende edhe për tryeza apo për sallone që ne shqiptarët nuk i njohim shumë. Çajra elitar. Ndoshta përmes jush mund arrim t'i njohim. Do doja që t'i shpjegonim, këto kishin aromë të mrekullueshme. Nëse hap, imagjinoni se çfarë shije duhet të kenë. Ja, shijen e provojmë direkt. Ky është kopshi gjyshes. Edhe unë po ta servir pak. Okej, çaji që na ke sjell Melrida është kopshi gjyshes. Mund të ndihmosh pak ta vesh. Bravo. Atëherë kopshi gjyshes është një nga më të dashurit e dyqanit që kërkohet shumë dhe pihet shumë. Ky është çaj me bazë frutash. Dhe çaj me bazë frutash ka vlera shumë të mira. Fruta që janë tharë, atëherë teknologjia gjermane është shumë interesante në fakt, sepse frutat ngrihen në frizer dhe thahen të ngrira. Dhe momentin që thahen, të po t'i shohësh janë si të gjalla, do mund t'a shohësh manaferën aty ose mjedron. Është sa interesante, unë po e kap, s'është normale që ta kap, po që po e kap. Shiko, kjo është një manaferë. Shiko sa e bukur është si me qenë e gjallë. Do më thëmë, manafera kur prishet bëhet kështu si e ka albur, kjo ka një gjyrë shumë të bukur. Dhe kjo gjë ruan edhe vlerat. Përveç faktit që çajrat me fruta kanë një bazë që është frutat e pyullit hibiskusi, molla, boronica, që ato kanë vlerat pa diskutueshme. Dhe çdo çaj frutash ka specifikën e vet, që ka frutin e vet. Për shembull, kjo është me lule shtrydhe, kemi qershin që është me qershi, kemi portokallin e kuq që është me portokall të kuq. Okej, më bëhet shefi. Ne jemi tamam si në një bisedë çaj dhe po ndaj me miq tan. Le të themi po japim informacione mbi çajra të ndryshëm. Shumë faleminderit edhe që na solle në studio një çaj që e ke përgatitur që herët për të na sjellë me një termos që të jetë ngrohtë dhe kështu për të na shoqëruar ngrohtësisht bisedën tonë. Më thatë pak më parë që ky është çaj po aq i shtrenjtë, shumë i shtrenjtë në krahasuar me quhet China Jasmine Pearl dhe ai prodhohet nga çaj jeshil bio, po që zgjidhet në gjethet më të mira, në kualitetet më të rralla, në të kultivuesve më të mirë dhe gjethet e këtij çaji merren përgatiten me dorë me lulet e jaseminit dhe bëhen në këtë formë perla. Ky është një çaj elitar, është një çaj elitar sepse mënyra e përdorimit është do shumë kujdes të madh, cilësia është kryesore sepse diku ne i provojmë na pëlqejnë, por ato që janë intenditor të çajit ato e kuptojnë dhe shihen, e njohin çajin dhe kur e pinë. Domethënë pa e parë fare. Kishte një aromë fantastike në fakt, imagjino ta pish një gotë nga jasmin që ne e kemi të shoqëruar dhe në disa foto nëse mund të na ndihmojë regjia me fotot e jasminës sepse kishte edhe mënyrën e përgatitjes. Ka efekte, le të themi, po aq të dobishme për organizmin edhe jasmina. Flasim po, patjetër. Domethënë si puna çaj të bardhë, si matcha, si çaj i zi dhe jeshili kanë pothuaj të njëjtat efekte që shkatrojnë qelizat e yndyrës nuk i lejojnë të asimilojnë organizëm. Domethënë për dobësim nuk ka gjë më të mirë se çajrat. Edhe kaj ose çaj, që është çaj indian, kalojmë pak më vonë, po që se kemi kohë ta themi. Ky është çaj oolong, që është çaj gjysmë i fermentuar. Domethënë nga një tabim si Camellia sinensis, që është çaj i bardhë dhe jeshili dhe ky, vetëm se ky çaj gjetet i lagen dhe fermentohen për një 2-3 orë derisa arrin në ngjyrën e duhur dhe ky merr fjalën oolong. Në kinesisht përkthehet dragoi i zi për të treguar forcinë edhe vetitë e mira që bën. Janë çajra stimulus që kush i përdor e ndjen që rrit energjinë e trurit, stimulon në sistemin nervor qendror dhe jep produktivitet në punë. Domethënë janë çajra që ty të zgjojnë edhe të bëjnë mirë për të qenë
Është më mirë ta nisësh në fakt ditën me një filxhan çaj sepse ndihesh më energjike. Është vërtet. Aq më tepër me këto vlera që ka, nuk e di. Në trajton e gatimit ose të përgatitjes këtë formë merr? Ky është çaj? Ky është olong. Olongu merr këtë lloj ngjyre. Pastaj varet nga forcia se si e përgatit dhe si e do të Edhe ngjyra ndryshon në bazë të sasisë që hedhim për ta përgatitur? Edhe nga lloji, edhe nga lloji çaj, domethënë çaji i bardh merr gjithmonë një ngjyrë shampanje të lehtë, shumë bukur. Çaji i jeshil merr një ngjyrë mjalti, ndërsa çaji i zi bëhet, ky është olong me portokall, është shumë i mirë dhe ky. Kombinimi i portokallit me gjithet e tjera. Çaji i zi bëhet më i fortë, bëhet goxha me fruta, pastaj në varësi të frutës që ndryshon edhe merr. Edhe këto duken shumë të këndshme, të paktën edhe kështu natyrale të fata. To janë lulet e kopshtit, quhet ky është një çaj shumë i këndshëm. Ky më kujton çajin ose ato shurupin e gjysheve që mbanin erë trëndafili dikur. Ka një erë trëndafili dhe ky është me fruta dhe me lule. Shikoni pak lule shtrydhen si duke saj freskët në copat e veta ku është. Këtu kanë frutat edhe lulet që i kanë vlerat e tyre brenda, është shumë i këndshëm, është për pranverën që është pak i freskët si çaj dhe është shumë i këndshëm. Po jo kombinimi i tyre mund të ndodh, Milrida? Patjetër. Unë kam marrë sot ato që janë pak më specifike për të fol, po që gjithmonë unë kam qejf të kombinoj edhe vetë çajrat. Më pëlqen shumë. Po, më pëlqen shumë të kombinoj. Domethënë është një çaj që quhet lemongrass. Ky quhet lemongrass. Ky është një çaj mrekulli, duket kaq i thjeshtë, nuk është se ka një aromë, kush e se çfarë. Në Azi e përdorin shumë për erës gatimi. Është tamam njerëz, po ky fillon. Përdoret edhe në përgatime të ndryshme. Po, në Azi kanë kulturë që e përdorin, ndërsa ne me thënë drejton jo. Si çaj ka aromën e limonit, po nuk është i tharët si limoni. Unë këtë e përzjemi hibiskusin. Nga kjo ka marrë dhe emrin, kam përshtypjen. Lemongrass, po, është si bar limoni. Atëherë ka veti të jashtëzakonshme për sistemin nervor. Shëron të gjitha llojet e dhimbjeve. Që fillojnë me dhimbjen e kokës, me ankthin, me stresin, kur kemi këtë gjendjen jo të mirë, me krizat e stomakut, me spazmat e barkut, me lufton viruse, bakterie, 15 lloj viruse, është 20 lloj bakterie, çuditërisht. Eliminon yndyrnat në gjak. Ja dhe lemongrassi të sjell përmes, është i freskët aty, i pa tharë, kam përshtypjen. Jo, është i tharë, sepse i pa tharë është një gjethë si një bar jeshil i madh, është gjithmonë i tharë. Po, specifikisht ku rritet ky lloj bime? Atëherë ky është i Paraguajit edhe i Brazilit. Lemongrassi po në pjesën e Amerikës së Jugut. Është shumë interesant. Është shumë i mirë për qetësimet e dhimbjeve. Dhe realisht kur vijnë klientët që kanë dhimbje koke që nuk duken në formë, i themi bëjmë një lemongrass dhe na shohin thotë jo se është po më kujton atë filmin me erzat. Po, ma kanë thënë të gjithë, po nuk e di, se kanë parë. Kishin, po është shumë i bukur. Nuk po më kujtohet sinqerisht titulli, po tani nga kjo është një zonjë me erza që merret. Ky është një çaj që aktoria më e bukur në botë që e luan këtë film. Aty shkojnë për të shëruar, parashikon edhe të ardhmen e personave, duke u dhënë edhe erzat pikante. Edhe me çajrat kështu po ndodh tani. Flasim pak me çajin e Afrikës. Kemi rooibusin, që është rooibusi i kuq dhe rooibusi i jeshil. Kemi dhe honibushin, e shohim pastaj. Çajrat e Afrikës, shiko se janë edhe ngjyrën e kanë shumë interesante. Ajo ngjyra aty ky është jeshil, quhet rooibus jeshil, ky është rooibus i kuq. Ndryshe i themi dhe çaj i kuq. E ka marrë emrin nga bima që është rooibus apo? Nuk e di realisht. Përzierje, se ngjyrat janë të ndryshme, domethënë aty është i njëjti çaj, vetëm që mënyra se si kultivohet edhe se si mblidhet edhe se si fermentohet e bën kështu. Atëherë rooibusin e kanë quajtur eliksir të jetëgjatësisë. Është një çaj jashtëzakonisht me vlera, përmban vitaminë C. Është i pasur me hekur, me magnezium, me zink dhe bën mirë për masën kockore, për anemit, domethënë kundër anemive, përthith më shumë hekurin kur e merr këtë. Është i pasur me kalcium që forcon prap masën muskulare. Gjithashtu çajrat e Afrikës çuditërisht janë shumë qetësues. Janë antidepresiv, qetësojnë për në gjumë, qetësojnë spazmat e stomakut, vendosen edhe në lëkurë për irritimet e psoriazës, këtyre gjërave tjera, ose honibushi, përveç këtyre të mirave që ka të njëjtat veti, ky është honibush, ky ka përmban edhe piniton që qetëson kollën. Ka dhe këtë efekt shërues për të një. Po, rooibusi parandalon Alzheimerin edhe Parkinsonin, domethënë ka veti të mira që ruan trurin nga këto dy probleme. Pirja sa më shpesh të çajrave gjithmonë e beneficet jashtëzakonshme. Përveç vitaminës C, shëruan shëndetin e zemrës, etj. Efektet të pakrahasueshme edhe për diabetin, luftojnë dhe diabetin. Ju çfarë i sugjeroni më shumë
njerëzve që çfarë çfaj duhet konsumuar, të paktën mos e ndajmë edhe që ta kemi në gjithmonë në dollapin tonë, në tryezën tonë. Atëherë, unë kur thash fillim, thash kur flasim për çajrat, duket sikur flasim të njëjtën gjë për të gjithë çajrat. Të gjitha i kanë efekt antioksiduese, antitumorale dhe që pastrojnë qelizat e yndyrës, që nuk i lejojnë të grumbullohen, luftojnë radikalet e lira, etj. Pastaj, për një gjë tjetër, për shembull hibiskusin. Po të njëjtat gjëra ka vitaminë C, shumë është anti-inflamator. Kjo bën mirë për tensionin e gjakut, ul presionin e gjakut. Nuk lejon që karbohidratet të përfiten nga zorët. Shumica e popullsisë e vuan këtë lloj gjëje. Unë kam të ulur tensionin dhe unë e pi në darkë këtë, sepse gjatë ditës ma ul shumë. Po, është e vërtet. Domethënë, kjo ka një specifik të tillë që ul tensionin e gjakut përveç se ka vitaminë C dhe krahasohet me verën e kuqe për nga vlerat. Domethënë doktorët i sjellin njerëzit për të konsumuar çajin e hibiskusit, ato që kanë probleme me zemrët. Ky është nga Sudani. Ky vjen nga Sudani. Janë ato lulët e bukura të hibiskusit që vendosin gocat në atë Amerikën Latine, pak që vendosin këtej apo që kërcejnë. A ke parasysh? Shumë interesante. Ato thahen të gjithë një proces këto janë, po, kjo thahet. Kjo është pak e bluar si gjete, se kemi dhe gjete që është akoma më e plot, që nuk është kaq e bluar. Kjo gjë. Këtu kemi kajin ose çajin, që është çaj indian, erzat indiane. Erzat indiane janë shumë të dobishme për organizmin. Lloj-llojeri është në fakt janë vende ku rriten këto bime dhe që natyrisht kultivohen, ka një punë kolosale për t'i sjellë. Këtu ka karafil, ka kanell, ka kardamom, ka ginger, ka piper të zi, ka finok. Ka dhe një rrojnë tjetër, rrojnë qikorje. Nga këto që thamë, imagjino se çfarë efekte shkuruese mund të kenë. Të gjitha efektet e këtyre bimëve janë të jashtëzakonshme. Më ka thënë dikush një mikeshe imja. Ja ku e kemi dhe në foto, me qenë se e kemi sjellë. Ky është kaj, Ky është kaj. Efektet e jashtëzakonshme janë, thotë, në të parën fare thotë kush kërkon që të dobësohet, shto metabolizmin dhe ka një procedurë që shpejton metabolizmin, duke djegur yndyrnat dhe duke mos lejuar akumulimin e yndyrnave në gjak. Kjo shpejton, ndërsa maça shpejton 4 herë metabolizmin në krahasim me gjithë çajrat e tjerë. Lufton viroza, bakterje, sepse gjitha këto gjingeri, kanella, karafili janë që përdoren jo vetëm në përgatime të ndryshme, por që luftojnë këto gjëra, yndyrnat në gjak që i tresin, edhe beneficet po të njëjta gjëra, nuk është përsërit të njëjtën gjë. Po se janë të gjitha kuruese dhe kanë efektet pakrahasueshme për organizmin. Sasia e sheqerit që do të hedhim, ka çajra që nuk duan fare sheqer, sepse në këtë ne shtojmë një dozë edhe të kalorive. Është e vërtet. Kajin mund ta shoqërojmë edhe me qumësht. Biles në Indi e pin gjysmë qumësht dhe gjysmë çajin e përgatitur. Do ishte mirë të merresh vetëm me pak mjalt. Sepse beneficet e çajit është gjunaf që ti dëmtosh me sheqerin. Sheqerin e quajnë helmin e bardhë, kështu që sa më pak më e përdor, aq më mirë. Aq më mirë është. Por që kush e përdor ka shqiptar pi çajin pa sheqer? E pin goxha. Ne deri tani jemi njohur me ato trinomin e gjysheve. Pra shqiptarët, ne të gjithë deri vonë, kemi përdorur çajin vetëm kur smuremi. Po, është e vërtetë. Prandaj dua të di që sa efekte mund të ketë dhe sa kulturë duhet të kemi ne për ta konsumuar çajin, duke patur parasysh që ai trinomi i gjysheve tona, çaj, gjalp edhe mjalt, po, çaj mali apo çaj bliri që përdoret më shumë të paktën nga ne, e përdorim vetëm kur kemi koll, kur na fillon pak rufa. Por ju ta përdorim si të domosdoshme, si të jemi të varur, si kundër jemi me kafen për çdo ditë, në mëngjes apo në darkë. Njerëzit kanë filluar të sensibilizohen, edhe mua më çudit fakti që njerëzit vinë dhe kërkojnë, biles marrin informacione përmes internetit dhe kërkojnë dhe gjëra që unë nuk i kam, dhe nuk i kam dëgjuar ose firma që kanë marrë informacion përmes internetit ndoshta. Dhe i kërkojnë dhe them që kanë filluar të sensibilizohen edhe ti kërkojnë produktet e mira, për t'i dhënë një shëndet më të mirë vetes, edhe për të mos përdor ilaçe. Biles dje kam nxjerr një shprehje që është një besoj japonez, sepse nuk e mbaj mend emrin tani, po që thotë çaji është ilaçi i njerëzve të mençur. Po. Është shumë e bukur kjo shprehje dhe me thënë drejtën nga kjo shprehje jam frymëzuar për të sjellë dhe juve në studio dhe për të biseduar. Çaji, duke mbyllur me këtë bisedë, unë ju falenderoj shumë që erdhët, që na sollët
na informuat për të gjitha llojet e çajrave. Ju uroj punë të mbar, edhe do të shihemi së shpejti kam përshtypjen sërish në Vila 24. Dhe ju suksese. Çaji pija e njerëzve të mençur. Me këtë shprehje do dëshiroj ta mbyll këtë bisedë me ju të dashur miq, duke u ofruar këtë lloj panorame, këtë lloj informacioni që japim për të arritur më shumë dëshirën dhe vullnetin për të konsumuar sa më shumë çaj në ditën tonë të ngarkuar dhe me ritëm. Përshëndetemi së bashku, takohemi nesër, mirupafshim. Pothuajse të gjitha llojet e kulturave në botë praktikojnë konsumimin e çajit në vaktet e tyre. Disa prej këtyre vendeve kanë një traditë të hershme mbushur me histori të shumëllojshme. Gjithsesi, ajo që i karakterizon më së shumti është fakti se çaji është kthyer tashmë në një traditë popullore në pothuajse të gjithë botën. Në Kinë, shumë kohë para se çaji të bëhej pije e zgjedhjes dhe një mënyrë jetesës, ai fillimisht u konsiderua si një element kryesor medicinal. Çaji nuk përdorej vetëm për trajtimin e sëmundjeve të veçanta, por ishte gjithashtu një element i rëndësishëm shëndetësor për promovimin e një jete të gjatë dhe plot vitalitet. Edhe sot në mjekësinë tradicionale kineze, çaji gjelbër të cilësuar si mjaft i rëndësishëm nga ana shëndetësore dhe në hulumtimet moderne. Çaji është kategorizuar si një pije që ndihmon në meditim aplikuar mjaft dhe nga priftërinj budist, por më vonë çaji u kthye në një pije mjaft popullore, i përdorur gjërësisht për të gjithë njerëzit dhe shtresat shoqërore, që nga fillimi i dinastisë Ming i njerëzit të gjitha moshave do të vinin në çdo orë të ditës për të pirë çaj. Sot në Kinë, vendet ku konsumohet çaj janë kthyer në mjaft popullore nga frekuentimi i madh. Në Kinë çaji i jeshil është konsumuar më shumë. Një nga ceremonitë e famshme kushtuar çajit në këtë vend emërtohet si Gong Fu. Çaji në Indi ka fituar popularitet si një pije kombëtare në shekullin e 19 pasi britanikët krijuan plantacione të mëdha çaji për të siguruar furnizimet nga etja në rritje e vendit për këtë lloj pije. India është një nga furnizuesit më të mëdha botëror të çajit, por jo i shoqëruar me aq shumë rituale sa në Kinë dhe Japoni. Edhe pse në mungesë të këtyre ritualeve, çaji në Indi është pjesë e jetës së përditshme në shtëpi, punë, në rrugë dhe gjatë udhëtimit. Çaja është stili i preferuar i çajit që tregtohet në rrugë, në stacionet e trenit dhe në restorante. Çaja është çaj fort i zi, me erza. Zakonisht, shitësit në rruga apo stacione treni shesin këto lloj çaji në gota të vogla balte, që përdoren vetëm një herë dhe thyen pas përdorimit. Çaji në Rusi u bë popullor në shekullin e 17 nga plurja e karvanëve të tregtarëve me deve, të cilët do të bënin udhëtime ndërkontinentale. Fillimisht çajrat qenë mjaft të shtrenjta dhe në dispozicion vetëm për klasën aristokrate për shumë vite. Gjithçka ndryshoi në vitin 1880 kur u hap hekurudha siberiane, e cila ngushtoi distancat për mbërritjen e tregtarëve, ndërsa atyre u duhej më pak kohë për të sjellë produktet e tyre. Kështu ul dhe çmimi i çajit, ndërsa u përqafua nga të gjitha klasat shoqërore. Dhe mbi të gjitha, u bë një simbol i mikpritjes ruse, përmendur shumë dhe në veprat e autorëve të mëdhenj, shkrimtarët Tolstoi dhe Dostojevski. Shijet e çajit në Rusi janë unike në krahasim me vendet e tjera. Kur çaji u prezantua për herë të parë në Angli në mesin e viteve 1600, konsumimi ishte i kufizuar nga kostoja e lartë. Pasi çaji u bë mjaft popullor në shtëpitë e kafes, shtëpitë e çajit më specifik filluan të hapeshin edhe në Londër dhe Gjetk. Çaji pasdite është një traditë tashmë angleze. Ana, dukesha e Bedford, mund të jetë një nga personat që krijoi këtë traditë të konsumimit të çajit pasdite. Ajo u kërkonte shërbëtorëve të saj për të sjellë disa ëmbëlsira dhe një filxhan çaji për të shmangur urin. Përfundimisht, ajo filloi ndarjen e kësaj eksperience duke porositur dhe për miqtë e saj, dhe çaji pasdite shumë shpejt u bë mjaft popullor në mesin e klasës aristokrate. Më pas, kjo traditë u përhap dhe në klasën punëtore, sidomos si vakti pasdites. Një mundësi e mirë për të pushuar dhe për të shpenzuar pak kohë me miqt. Më vonë në shekullin e 19, dashuria e mbretëreshës Victoria për çajin e pasdites u bë mjaft e njohur, siç ishin shijet e saj të veçanta për të pasur një fet limoni në filxhanin e çajit, ndërsa preferencat e saj për ëmbëlsira u zëvendësuan me shijen e luleshtrydheve. Në këtë mënyrë, çaji pasdites i hapi rrugë një tjetër tradite të preferuar, krijimi të kopshteve ku konsumohej çaj,
Vende të qeta, të krijuara posaçërisht me lule të bukura, bim dhe mobilje të çuditshme në natyrë. Në Angli, sot tradita e çajit pasdite vazhdon në shtëpi, në hotele luksoze, në dyqane dhe madje edhe në kafenete lagjeve të vogla. Franca ka një histori shumë të ngjashme të dashurisë për çajin si kundër Anglia. Çaji në Francë u prezantua rreth të njëjtës kohë dhe nga klasa aristokrate si në Angli. Fillimisht për herë të parë u prezantua si ilaç, më shumë i njohur në Francë mbetet çaji nga bima e kamomilit.